sa mund të ndikojnë edhe si ndikojnë realisht në psikologjinë e një femre? Unë mendoj si kjo është ma shumë individuale. Pa tjetër që ndikojmë femrën gjithmonë ma shumë, pasi është natyrë më ndjeshme. Si që tha edhe zonja ma parë, një pjesë janë nëna, edhe ajo çfarë afekton, edhe çfarë ajo e cila e lëndon, pjesa që e lëndon më shumë është kur atëherë bëhen pjesë e kësaj edhe fëmijët, ose prikën fëmijët, por në përgjithësi është individuale. Për shembull, po flas në personalisht, duke pas parasysh, ndoshta edhe vetë profesioni im e mundëson, duke pas parasysh kulturën, mentalitetin, edhe akoma duke ato çfarë neve kemi kalu dhe mënyrën se si jemi rrit, jam shumë e bine edhe e pranoj, pse akoma neve nuk mundemi me pas ndryshimet me njëhershme, kështu që paraprakisht kom qenë e njoftume ose e para pregaditne për komentet cilat do të vinë. Nuk më thom drejtën, nuk është se i lehtësoj. Ajo çfarë mu më bën përshtypje dhe çfarë mendoj se cilës duhet i bëj përshtypje, është profesionalizmi. Të jetë në rregull me profesionin cilin e ushtron edhe cilin e prezanton. Përndryshe, komentet si dukja, kjo, unë mendoj, përveç si nuk janë të rëndësishme, edhe pjesa që i komenton e shoqënisë nuk është e rëndësishme, ajo është një pjesë e cila nuk është e interesume për ato çfarë ti prezanton si profesionist, edhe shumë si përfaqësore, prandaj them drejtën, mu nuk është se më ndikojnë shumë. Ajo çfarë për mua është shumë e rëndësishme, edhe çfarë është primare, është profesionalizmi, të jem shumë profesionale edhe në këtë aspekt mos qaloj, a për shijet e tjerve ajo është shumë individuale, se cili neve kemi shije të ndryshme, kështu që shumica mi komentojnë flokët, ja që unë i du edhe i mbaj kështu, nuk ka ndaj problem, nuk më pengon, kjo është shumë individuale. Por në përgjithësi, komentet gjithmonë i atakojnë edhe e ndikojnë femrat ma shumë, duke pas parasysh përveç mentalitetit në ndjeshmërit e saj, të thash edhe paraprakisht pozicionin si nën.